Në një ngjarje për arsimin të mbajtur në shkollën e mesme të mjekësisë në Tetov, ministra e arsimit Vesna Janevska nuk kishte tolerancë ndaj gjuhës shqipe. Ajo që ra në sy ishte sjellja e ministres gjatë konferencës për media, e cila disa herë ndërpreu kryetarin e komunës së Tetovës, Bilal Kasami, për të kërkuar që komunikimi të ishte më i shkurtër ose të bëheshin përkthime në gjuhën maqedonase, pasi siç tha, duhet ta kuptojnë edhe ata që nuk e din gjuhën shqipe. Ky reagimi i pashembull të ministres së arsimit dhe shkencës Vesna Janevska shkaktoi shumë reagime në opinion. Për këtë qasje, ajo është kritikuar për mosdurim dhe mos respekt ndaj gjuhës shqipe. Простите, градоначалник, ви молам накратко само за да разберем и ние, що не знаем добра албански. Po, sa i përket librave, ka tjetër. Zotë Kasami, a mund bëhet pjesë e qeverisë? Накратко кажете ми само защо зборувавте. Ви молам. А, добро, ред, хала. Atë flitet Да раз. Lidhur me këtë qasje të ministres Janevska, sot ka reaguar koalicioni Vlen. Nga ky koalicion thonë se dje gjatë një paraqitjeje publike, Ministria e Arsimit në 2-3 raste shfaqi pakënaqësi nga komunikimi në gjuhën shqipe të kryetarit të komunës së Tetovës, Bilal Kasami, me gazetarët e mediave në gjuhën shqipe. Në vend që të ndihet keq që Kasami flet edhe maqedonisht njësoj si në gjuhën shqipe, ndërsa ajo ndonse jeton në një mjedis multigjuhësor, nuk di asnjë fjalë në gjuhën shqipe. Ministria Janevska reagoi për shkak se nuk e kuptonte gjuhën shqipe. Vlen shpreh keqardhje për këtë qasje të ministres Janevska ndaj gjuhës shqipe dhe me këtë rast theksojmë se një qëndrim i tillë bie ndesh me frymën e respektit dhe bashkëtesës që duhet ta mishëroj çdo përfaqësues i institucioneve shtetërore. Në një shoqëri demokratike dhe multietnike, kur edhe diplomatët e huaj që qëndrojnë në vendin tonë 2-3 vite i mësojnë disa fjalë edhe në gjuhën shqipe, të jesh ministër, madje ministër i arsimit, e të mos dish asnjë fjalë të gjuhës së bashkëqytetarëve shqiptar e të reagosh ndaj përdorimit të gjuhës shqipe, kjo është vështirë e përkthyeshme në terma të bashkëtesës, qytetarisë dhe respektimit të tjetrit në një shoqëri multigjuhësore. Ndërkaq respekti ndaj gjuhëve që flitet në këtë vend është respekt ndaj qytetarëve dhe ndaj vetë shtetit që i bashkon ata. Sidoqoftë, Vleni angazhohet për një kulturë institucionale që promovon bashkëtesën përmes respektit ndërgjuhësor. Vetëm aty ku çdo gjuhë respektohet si vlerë e përbashkët, ndërtohet besimi në institucione dhe në barazinë që ato duhet ta mishërojnë, thonë nga koalicioni Vlen. Por situata nuk ishte e njëjtë kur ajo u përgjigjej pyetjeve në gjuhën maqedonase, ku pa asnjë ndërprerje foli lidhur me çështjen e librave. Krahas kësaj, edhe mbishkrimet në eventin e dieshëm ishin vetëm në gjuhën maqedonase dhe në alfabetin cirilik në një shkollë ku shumica e nxënësve janë shqiptar.